a jeni të vendishëm që në shumë qarqe, votat që keni marrë janë më pak se sa votat e një individi totalisht të panjohur në listat të hapura të partive të mëdha politike në Shqipëri? Tani unë vi nga një fushat dhe njoh realitetin. Pra nuk flas nga studiot, nuk flas teorikisht. Njoh realitetin. Sigurisht kjo vot e zgjedhjeve të 11 majit nuk pasqyron fare atë çka është realiteti. Ju jeni vetë dhe e shikoni se si është gjendja, se si korrupsioni është në çdo qelizë, se si Shqipëria po shpopullohet, bashkë me këto dhe Elbasani nga unë vi, dhe faktikisht kjo vot lexohet si një mbështetje për këtë qeverisje? Jo. Është krimi, është fuqia ekonomike, është dhe pushteti që edhe në të zgjedhjet e 11 majit e kanë treguar dukshëm. Këtu kemi dy forca politike, të cilat kërkojnë të mbijetojnë, nuk e meritojnë t'jenë,